e mirë. Unë nuk isha gati, por mendoj të bëj një ndryshim të vogël. Balu këtë balit moj. Leksi dhe Rozi për mëngjes. Kemi krepa. Na ban kuditave të mira. Përshëndetje. Mirë se keni ardhur në një vlog të ri në kanalin tim. Sot e kemi nisur të dielën me kuditën. Që në mëngjes. Që në mëngjes hëngrëm krepat edhe pim një kafe në balkon, kurse tani do bëjmë atë videon me veshjet që Kudita do zgjedhë për mua. Një ditë do shkoj unë te shtëpia e Rozit dhe do e vesh atë me veshjet e saj. Kurse Rozi tani ka zgjedhur 2 veshje, nga të cilat unë do zgjedh njërën për të veshur për sot, sepse do ikim për drek tek Ferma 100. Tani, të shohim zgjedhjet e Rozit. Ai duhet provuar një herë. Unë do t'i provoj, edhe ju do zgjidhni cila ju pëlqen më shumë. Është i fundi bardh. Është ky fundi bardh. Është edhe kjo. Kjo bluza. Kombinon me fundin e bardh. Geta të zeza. Të zeza me fjongo. Po. Edhe me çizme të gjata. Po, Që me ke pak, hunters. me të kuqe. Njëra Tani është veshja veshje. e dytë. Veshja e dytë është kjo. Këto janë pantallona. Këto mendoj se do kenë nevojë për rip, apo s'do duken nga bluza. S'do duket nga bluza. Me këto geta të vishnje. Të shohim se do na duken, nëse edhe mund t'i ndrojmë. Me këmish të bardh. Poshtë. Edhe me të bluzë vishnje. Do të bëj si vetja me rush. Po t'je pas keme kafe, sa bukur. Kjo ishte për ti, Okej, tani do provoj njërën dhe do ja u tregoj. Atëherë, kjo është veshja e parë me fundin e bardhë dhe këtë bluzë. Mendoj që ky fundi do një gjë më të gjatë. Ja. Por gjithsesi, mo e provoj një herë, se më shumë jemi te veshja tjetër. Më shumë jemi te veshja tjetër, po dhe kjo është shumë bukur. Provojmë tjetrën. Ta dini qa kemi hequr për sqarim. Për kombinimin. Për këtë kombinimin. Sepse kjo bluza është aq shumë e gjatë sa nuk dilte këmisha poshtë dhe e kemi kapur këte nga mbrapa, që të dali çik kështu bukur. Geta të shkoj? Po. Se do vesh dhe çizmet. Edhe. E Rozi ka menduar njërë nga këto çantat. Ose këtë, ose këtë. Ja vetëm si një. E zeza me ndaj. Shumë. Kjo, normal që kjo. Thashun, kjo çantë të nderon për çdo lloj rasti. S'është bler kot. Tani ikëm se po na merr lekë. Erdhëm. Hapë deri. Shpulti poshtë. Erdhëm. Ja dhe outfiti i plotësuar. Pa. Perlë. Ja dhe të dyja. Gajdan. Nja ku erdhëm. Te Ferma. Do presim dhe Gjulion pastaj se do vi dhe ai. Do pim një kafe. E pim. Jam mësuar kështu kur më shohin njerëzit, o Roz. Kur më shohin njerëzit duke bë video, dhe jam mësuar, nuk më duket më kështu. S'më bën më përshtypje. Le të shohin, them. Kush ka kalama, ti sjellit i lej aty. Edhe me trirat. Koha perfekte për të pirë një kafe në diell dhe do ham pastaj. Me porosinë këtu. Do të vi dikush. Tani unë në Rozin duam të gjejmë një kënd perfekt për foton dhe po lëvizim gjithë lokalin. Ja dhe Leksi që po na kërkon. Lex. Hajde. Edhe pam këto kolovarset. Restoranti qenë ka full. Kjo qenë ka qëtë si zhull, nuk duket asë që.
si guxon e prek pa bërë unë video në Lex. Sa e mirë. Më kam si tani burë të shumë ma pin pa sheqer. Mo e bash. Ta pish kafe. Aros, e të sa bukur dukesh aty te pishina. Ai do jo. Edhe për një foto. Shifni pak çfarë makina me xixa, s'kisha pa në njërë. Kemi ardhur në Megatek. Sot isha te Tegu, një vrap, se është dhe ditë e hënë dhe thash që nuk shkoj më në fundjavë te Tegu. Mora 1-2 gjëra të vogla të Shpari dhe arsyeja pse shkova te Tegu është se isha te Bershka për të marrë një porosi që e kisha bërë online, se nuk duroja dot. Këto pantallona që më super pëlqyen, me këtë prerjen para kështu. Dhe me këtë xhepin. Arsyeja pse i mora të zeza janë sepse nuk kam pantallona serioze të zeza kështu të gjëra. Tjetër, te Jumbo mora ca tullmbase për Shën Valentin, se marr çdo vit, dhe ndoshta te studio do më duhe. Gjithashtu dhe këtë arushin kështu. Mora këto, sepse do më duen për një sken të Shën Valentinit. Mora 1-2 karfica që i përdor te studio. Ju kam treguar që vdes për këtë çokoladën klasike, bëhet super kremoze në ekspres, nuk e kam provuar ta bëj kështu. Përveç se në ekspres, më del super, i hedh dhe arra sipër, perfekt. Kafen time të preferuar lavazën. Mora një jogurt grek dhe do marr si ato biskotat e thjeshta jo shumë të ëmbla për të bërë atë recetën japoneze që e lë 2-3 orë në frigorifer me ato biskotat brenda dhe bëhet si tip tiramisuja. Unë e mora me 0% fet, po ndoshta do ishte më mirë ta merra çik me yndyrë, po s'ka problem. Ka gjëra mora? Po, ka gjëra mora. I bleva dhe mamit një bluzë, por ajo normalisht e ka marrë me vete. Edhe kështu tani do bëj një pilaf, se po vjen Giulio. Pilaf me pul, dhe pastaj do i futem punëve të shtëpisë, sepse nuk kam bërë asnjë gjë. Tani do provojmë këtë kosin e famshëm japonez, çfarë është ky? Se di se që japonez është grek, po? Ku në gjove këtë? Internet, në për internet e pash. Sa e madhe si shpëtojnë të gjëra, do? Jo mirë, hajtë mo. Sa le ke morëm qafsh? Të se mbaj mend, po prisja t'ishte si tiramisu. Kosi, e prisja tiramisu. Se thonin jo po e mirë, jo po kështu. Hajtë mo, nuk ja ble për ta marrë për herë të dytë. Jo, mua nuk më pëlqen. Okej, hajde, bye bye. Ai dhe një lugë. Me që se s'të pëlqen. Gjynata edhe, ta lësh. Hajtë mo. Ja provoj ti njerë. Rastësisht me la orar një paruker, rastësisht. Do më thënë e pyeta a ke orar sot dhe tha hajde tani. Unë nuk isha gati, por mendoj të bëj një ndryshim të vogël që do ju a tregoj më vonë. Do më thënë, mendoj të bëj disa baluke, kachurela si që janë këtu. Ta shofim, thash pse jo të ndryshoj njërë. Si thua ti? Po, shumë. Mendoj se do më shkoj shumë.
Inshallah më shkojnë. Kush është kjo? Qërylli. Qyll quri? Ja ku erdha në shtëpi, si që shihni, jam shumë e kënaqur me rezultatin e flokëve. Më duket sikur s'janë flokët e mia, por janë me vërtet shumë bukur, i bëra dhe me trajtim. Mos e vini re këtë. Dhe shqyr zotit, njëherë që i kam unë flokët bukur, do dal. I thash Rozit dhe do ikim te Solti, më në fund, se sa herë kam një make-up të bukur dhe jam bukur, asnjëherë nuk dal dhe sot do dal. Më në fund do i shijoj pak këto flokët e reja kështu. Më pëlqejnë shumë. Që thoni ju, po vdisja për një kafe, përse kam kamerën shumë poshtë. Edhe bëra një kafe, do karikoj telefonin, se nuk e di pse se kisha kariku natën, dhe do mendoj se çfarë do vesh për sot. Mendoj t'i kombinoj ato pantallonat e reja që bleva. Nuk e di, do ta mendoj, të pim kafe një herë të kthjellohemi. Ja ku jemi. Unë sa po bëra gati, si që shikoni, më duket vetja shumë ndryshe me këtë lukun e ri, por më pëlqen shumë. Vesha këtë bluzën sepse nuk më pëlqen të asnjë tjetër, kam kohë që nuk dal për jetë nate dhe okej, kisha një këmishë shumë të bukur, por prap sa më pëlqente e zeza, sot doja të vishesha kështu me të zeza. Kështu që më pëlqen shumë ky luku i sotëm. Pantallonat kanë qenë blerja më e mirë që kam bërë. U fiksova me të vërtet shumë me këto lloj pantallonash. Kisha shumë kohë që i kërkoja në fakt me këtë kështu. Më pëlqen shumë. Po lyej qik duart me krem. Unë varset nuk i heq ndonjëherë, kurse unazat i heq gjithmonë në shtëpi sepse më bezdisin kur bëj punët, por kjo varsja, ky gjeli nuk na shkon, kurse kjo ngjan bukur. Kështu që po e mbaj. Edhe këtë po e heq. Besoj duket më pastër tani. Ja ku jemi me Kuditën. Kemi parkuar pakës larg. Po kështu është kur s'di gjesh parkim. Si lëmbazdore. Pra. Pse pije kaq keq drita këtu te ti? Me kanë drita Ah, mbrapa. Sa të bukra janë? Njëmi. Mos i prek. Jo, do e bëj dhe për Instagram, nuk e lë pas dore më. Kjo pjesa ishte shumë e bukur, por shumë ftohtë për foto, po më dridhen duart. Balukët e ballit mojnë, syç më ka rënë. Pastaj se di. O, zot sa ftohtë. Ja ku erdhëm në shtëpi, t'ju tregoj një gjë të re që kam bler.
Prandaj e hapa kamerën. Para se të bëj dush edhe të vesh rrobat e gjumit të shtrihen. Kjo është gjëja e re që kam marrë për Shën Valentinin. Kjo mbulesa e krevatit te Waikiki. I kisha thënë Rozi të ma blinte. Më pëlqeu shumë se unë kam edhe disa çarçaf roz me të kuqe dhe e adhuroj kombinimin e rozës me të kuqen për Shën Valentinin. Edhe mezi po pres ta provoj te krevati, kur të shtroj edhe çarçafët me zemra. Tjetër, një gjë që këtë ma kishte marrë Rozi vet, pa i thënë. Ishte shumë e bukur. Kjo. Shikoni sa e bukur që është. Mban ndonjë bizhu, e përdor për dekor. E kam një kështu të madhe, po nuk i ka këto fjongot. Këto janë blerjet më të reja të mijat. Shikoni t'ju tregoj se sa bukur rin flokët e kapura, tani që janë me këto balluket, edhe që janë të prera dhe kaçureli ri më i mbledhur, më i bukur, nuk e di, më pëlqejnë shumë fare. Ja ku erdha te Kudita tani, edhe do bënte portokalo pita, unë nuk e di se si bëhet, këto nga Grekia e din. Edhe do ju tregojmë pak se si e bën Kudita portokalo pitën. Mire thashe? Po. Ka futur në furr. Prit, ta kthem kamerën. Ka futur në furr pet, ç'a petësh janë këto? Nuk se marrë veshën. Pet. Sfoljat. Si është? Për t'i tharë pak, sa janë apo gjithë pakoja? Gjithë pakoja. Janë kështu si të mbledhura. Po pastaj hapi radhës? Pastaj kur të bëjmë këto, pastaj t'i tregoj kur të bëjmë. Okej. Unë që vi me qupa qups me vete, kishin dalë këto të reja dhe do t'i provoja sigurisht. Normal. Super bla. Kudita do na tregoj se si bëhet portokalo pita. Sa vezë janë? 4 vezë. Po duket kjo. Akoma të ke kjo. Sa ko ke kjo? Si duket kjo? Aj se e tregojmë, se ne i tregojmë të gjitha. Kemi transparent. Po, kemi 4 vezë, po qeshim me këtë që s'ka kam hequr, se sa e kam blerë. Ka sheqer. Vaj është ky. Po, vaj. Pastaj Kos? Ma trego kosin sa është? pak dhe kajt fare. Se Kudita i ka me sy masa. Nuk marrë veç këto. Pastaj pak djerja të dukje. Tash i do edhe zhvajnë? Po, pak më do të rrasë. Okej. Zhvajnë. Pa ju lirën që? Po, e të gjithë me pak djerja të dukje. Tani është momenti të edhim kosin, në? Tani, 2-3 lugë mjell. Kujdes se të kërcen mjelli sipër. Do hedhim një filxhan si kjo, Edhe pak. edhe pak më shumë, lëng portokalli. Dela i kësë 3.000 lekë shemëti. Plur pjekje, një, me limon? Përzirë me pak limon. Përzirë me pak limon. Sa interesante, si u bë limon me baking powder. Të hapet mirë ku ta hedhim ato. I hodhëm pak lëkura portokalli dhe këto do i lëm për sherbetin tani. Këto peta do thërmo kanë
Se dhja, se gjë. Nuk të le shpifa po bëhet Jo, po mësoj, si më ta bësh, ta bësh. Se ti ke provuar më? E kam provuar, po Po thjesht se di si jo të bëhet. bërë vetë, po. Kam provuar të ai restoranti Po. që kemi qenë. Jo, si dhe mirë. Tani më zi po pres ta provoju. Kështu bëhen të gjitha dhe pastaj hidhen në tavë. Po. Okej, e thjesht është. Po harrova, kemi dhe sharbetin. Po, e shërbeti vetë. Kemi lyer tavën me vaj, edhe do e hedhim të masën brenda. Çfarë ke hedh tani sharbetit? Gjysë gotë ujë. Portokallin që ishte aty dhe tjetër sheqer. Gjysë pak sheqer kam se kam bërë shumë. Se dua me shumë sheqer, ne? Dhe hedhim dhe këto lëkurat. Kaq do. Edhe kaq, po. Tani vjen kjo. Po, do si e kjo? Sa të pikse të që. Okej. Sherbeti hidhet i ngrohtë apo? Tani kur është e ftohtë për shembull portokallopika që kemi Aha. që do ftofet e eftë të nxehtë. Nëse janë të nxehta të dyja do i lësh i ftohtë. Okej, duhet të ngrohtë domethënë, jo shumë e nxehtë. Jo shumë. Ja ku jemi rrugës me Belën dhe Brielin, po ikim tek një restorant për drek, do ja u tregojmë për pak se ku po ik, nga më dalin mua këto me bicikleta, mor zoti i madh. Do bëjmë muzikë. Ja ku jemi ne të treja. Sa mirë duket kjo? Te pas Ose sosis, ose lezet. duken të mira, shumë të gjitha. Kam një gender reveal dhe jam e para që do marrë vesh gjinin. Nuk e di, pjesa ime preferuar. Tani, nga eko që pash, mendoj që është vajzë. Imaginou tá brincadeira, cachorro né? Jemi okej. Tema se fshije, po do qik forcë, do të rrebe qik në kurën. Sa të ndo... Sa
sa po mbarova gender reveal-in dhe studio ime nuk e di pse në çdo gender reveal bëhet blu. Inshallah nuk më sjellin fatin e një çuni sepse unë i dua shumë gocat, megjithatë që kur ka lindur Denzeli kam ndryshuar pak mendim. Po nuk e di si doli një roz, vetëm blu dhe ato të dy e donin të dy gocë dhe i doli blu, u mërzitën një çik. Po që s'janë gjëra në dorën tonë, nuk jam më për të bërë bojra dhe për të marrë vesh lajmin e para, sepse e kam patë letrën 20 herë, edhe ishte shumë emocionuese për mua. Nuk e di, ishte dhe gjë e bukur njëkohësisht. Duket vetja si piktore madhe. Kjo është dhe veshja e dytë që kam menduar për fotot. Hello, po ikim te Pati. Se na ka ardhur porosia nga Gjermania, o këto gropat e Tiranës. Harrova fare, unë s'do e nxirja më burrin në YouTube. Sepse më kishin shkruar që kërkonin kështu podcast me burrin. Qa mund të themi në të dy në një podcast? Më pëlqejnë shumë këta njerëzit që kur janë të kënaqur e shprehin. Dhe Giulia që nuk ka ngrënë mëngjes dhe hap dalliqe. Ky është një nga mesazhet e gender reveal-it e një nga klienteve. Kështu niset dita bukur. Erdha në shtëpi, pasi mora pakon te Pati dhe thash t'ju a tregoj patjetër. Po s'ju a tregova juve, kujdo ju tregoj. Këtë e ka hapur Jona se ja kam dhënë lejen, i thash hape, shikoj. Ka këtë, atëherë janë një palë syze dielli. Prada, kanë këtë qesen e vet brenda, në rast se i ke për dhurat. Kjo letra që nuk e di ç'a është, duhet jetë çmimi, garanci, nuk e di ç'a është. Edhe syzet vin me këtë kutin e Pradës dhe me këtë. Me thënë të drejtën, Miu e ka më të bukur atë ngjyrën roz, shumë girlish. Por edhe kjo nice, jo keq. Tani, taran! Kam porositur këto, më pëlqyen shumë, sepse më shkojnë dhe me ngjyrën e flokëve mendova. Edhe kjo si leopard është në mod. Ti vendosim një herë.
Mendoj që më shkojnë. Si thoni ju, më shkojnë? Shumë të bukura, më pëlqejnë shumë. Kjo ishte dhe video që kisha përgatitur për juve. Mendoj ta mbyll me kaq. Faleminderit që më keni ndjekur. Mos harroni të më bëni një subscribe. Paqim!